4 ditësh nga data 20 deri 24, një koloni e mrekullueshme organizuar nga dashamirësi i artit Det Maluta. Është në planet e tia për ta pasur Shqipërinë të Lajo, është thjesht në fillimin e rrugtimit, jemi në koloninë e 4 dhe një koloni tejet mbreslënse sepse vetë relievi i bogës, i thethit, i gjithë rrethinave këtu, i Alpeve tona, është i mrekullueshëm. Kemi qenë në prezencën e turistëve të huaj kurështar për çfarë po bënin. Kemi qenë kurështar për veprat e njëri tjetrit dhe realizimet e kësaj ekspozite janë të mahnitshme sepse vetë relievi i këtyre zonave i Alpeve ka qenë aq imponues që secilin në të lajën e tij të sjellë rezultat mjaft të mbreslënës për secilin dhe për vetë ardashësit. Kemi lëvizur nga Lezhë, nga lagunat e Lezhës dhe kemi dalur këtu në Theth dhe në Bogë për të shtektuar në pranverën e Dumre. Të gjithë piktorët kanë pasur një angazhim maksimal, janë peizazhistët, janë domethënë më të mirë në qarkullim që i ka Shqipëria dhe është fat që ne i kemi pasur këtu në këtë koloni, janë përgjigjur më njëherë thirrjes dhe ftesës së ftuesit, që ka dëshmojnë për seriozitetin e ftuesit të kësaj kolonie, por dhe të vlerësimit të vetë piktorëve për organizatorin. Është një rezultat artistik i mrekullueshëm, është një pjesë që do mbetet në arkivin e artit shqiptar që në vitin 2025 një grup artistësh e eksploruan të vend me shumë dashamirësi dhe me shumë kualitet në veprat e tyre. E veçanta e kësaj kolonie ishte vjeshta. Ne e synuam vjeshtën, erdhëm pikërisht në këtë moment, fatmirësisht kishim ardhur në kulmin e saj dhe vjeshta e Thethit, vjeshta e Bogës, përmendur pastaj Valbonën dhe Lepushen, janë asete kombëtare të mrekullueshme për t'i eksploruar, pale pastaj për t'i pikturuar. Ne patim fat që e gjetëm vjeshtën në kulmin e saj, pra ne synuam vjeshtën në Alpe. Këto aktivitete janë shumë të rëndësishme për ne artistët, për faktin që realizojmë vepra mjaft mira, duke qenë me shoqërinë tonë, shkëmbejmë eksperjenca, punojmë edhe në këtë kuptim janë një lloj shkolle. Në rast se flasim për këtë koloni, e realizuar nga miku jon Det Maluta, kjo që një koloni shumë e rëndësishme, shumë e kualitative veprat. Të gjithë artistët kanë punuar dhe kanë krijuar vepra të nivelit të tyre të mirë. Vepra që jam i sigurt që ngelin jetën gjatë. Ishte një mrekulli edhe vendi që zgjodhi Deda. Unë këtu kam kaluar para 40 vjetëve, tash u riktheva, po jam manit me bukuritë e këtij vendi. Bile aq tepër na ka pëlqyer sa që do të vi edhe vetë individualisht për të vazhduar me punën. Këto 4 ditë unë kam bërë 4 peizazhe dhe 3 figura. Unë kostumet më pëlqejnë gjithmonë. Kudo që shkoj, kërkoj të më gjejnë kostum me pikturu. Në një ditë do të bëj një ekspozitë vetëm me kostumet që kam lënë nga gjithë Shqipëria duke punuar vazhdimisht. Më pëlqen shumë se kjo është pasionia e zakonshme jone. Edhe kostumet e këtushme, xhubleta është një mrekulli në vetvete. Kështu që i bëj me qef, një mrekulli. Unë kam një xhubleta në shtëpi, kam një xhublet. Sado që nuk është kaq e bukur, kaq e çmueshme, po e vlerësoj zakonisht, është një mrekulli. Është shpirti i popullit tonë. Ky është aktiviteti që po zhvillohet për herë të katërt në Shqipëri. Kemi grumbulluar, kemi bashku talentet e fushës pikturës nga gjithë Shqipëria. Është një koloni piktorësh prej 20-22 vetash që ne i kemi bashku nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Ideja është kolonia të përfshijë të gjithë territorin shqiptar, por edhe përtej troje dhe shqiptare. Pra ku ka shqiptar, ku ka një copë Shqipëri, aty do shkojë edhe kolonia në mënyrë që të përjetojmë në panelet e këtyre artistëve dhe gjithë territorin ku flitet shqip. Pra mendojmë në gjithë territorin e Shqipërisë, pastaj në Kosovë, pastaj në pjesën shqiptare të Maqedonisë Veriut, ndoshta në Çamëri, shpresojmë që të jemi edhe në Kalabri në Itali. Të gjithë këtë unë e bëj sepse herë radhë para është pasioni im, edhe e dyta është ne kemi një plejad artistash, piktorësh të peizazhit, e cila të them të drejtën nuk është se brezat e ri po e trashëgojnë,
këta janë disa artista që edhe për arsyeën e moshës, koha bën punën e vet, mosha bën punën e vet, po kështu e reja në art e ka bërë që peizazhi të jetë më pak i levruar, sepse tash i ka hyrë kompozicioni, ka hyrë metodat e reja të pikturës, të cilat mendoj që këto piktor i kemi të pak, ose si themi një lloj specie në zhdukje. Kështu që kjo është edhe arsyeja që unë kam investuar në promovimin e këtyre